Pacientët me djegje të rënda vazhdojnë të dërgohen në spitalet e specializuara jashtë vendit, ndërsa numri i vendeve në të cilat ata trajtohen mund të rritet nga 12 në 14, deklaroi drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski. Ai tha se lista e pacientëve të dërguar jashtë vendit do të vazhdojë të rritet, sepse këtë lëndime kërkojnë kushte dhe ekipe të specializuara. Aktualisht, pacientët tanë janë duke u trajtuar në 25 spitale të specializuara në të gjithë Europën. Në Bullgari kemi 9 pacient, në Pirogov në Sofje, 3 në Akademinë Mjekësore Ushtarake në Varna dhe 3 në Plovdiv. Në Greqi, 3 persona ndodhen në spitalin Papa Nikolau në Selanik dhe disa të tjerë në institucione të tjera shëndetësore në Selanik dhe Athinë. Pacientët me djegje janë dërguar edhe në Turqi, 3 në Stamboll dhe 6 në Ankara, si dhe në Holand, Austri, Lituani, Poloni, Itali, Belgjik dhe Kroaci. Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të qytetit Teq Shtatori në Shkup, Sinisha Stojanoski, tha se për trajtimin e personave të lënduar ka ekipe mjek të huaj që vijnë nga qendra të njohura që janë rreptësisht të specializuara për këtë lloj lëndimi. Mjek të tillë janë edhe nga Akademia Mjekësore Ushtarake në Beograd, nga Spitali i Izraelit dhe nga Republika Çeke. Ata tashmë janë duke punuar me ekipet në Spitalin e Përgjithshëm Teq Shtatori dhe po trajtojmë lëndimet e atyre pacientëve që nuk janë kritik dhe që tashmë kanë nevojë për përgatitje për fazën tjetër. Aktualisht në vend kemi gjithsej 64 pacient në institucionet publike shëndetësore, 8 në Sistin, 5 në Zhan Mitrev. Pra gjithsej 77 prej të lënduarve janë duke u trajtuar në vend, ndërsa 101 pacient janë transferuar jashtë vendit. Drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Klekovski ka sqaruar se në vend ndodhin rreth 100 djegje në vit dhe se këtu përfshihen të gjitha shkaqet e mundshme, ndërkaq theksoi se djegjet nga zjarri janë kategoria më e rëndë, sepse përveç lëkurës ka edhe dëmtime të frymarrjes. Ai shtoi se në vitin 2024 ka pasur 5 raste të rënda me djegje të shkallës së lartë. Klekovski tha se pritet që të mbërinë edhe ekspert britanik për të ndihmuar në fazat e ardhshme të trajtimit të pacientëve të lënduar nga tragjedia në Koçan.